Po nëse kthehet tashimi, po shtetin e humb Albini. Do ta humbte. Do ta humb 99.999%. Do ta humb. Sepse gjendja e tillë i konvenon që ata të qëndrojnë atje. Edhe në këtë drejtim është komod këtu. Sepse nuk ka rival të mjaftueshëm, të fuqishëm për përballje. As leadershipi i BDK-s, s'është rival i zotit Kurti. Po zgjedhjet Aktual, leadershipi aktual. Zgjedhjet e tregojnë. Po, nga se i keni humbur zgjedhjet 2-3 herë. Kështu i bie. Zgjedhjet e tregojnë. Ne kena leadership komunal të mjaftueshëm dhe të fuqishëm në për komuna, se kena fituar shumicën absolute të komunave. Po leadershipi qëndruar në raportin e votimit, po ndryshon qasja. Kjo është një fenomen. I njëjti njeri voton për një kryetar të komunit të partive tjetër, ndërsa për qendër voton për tjetër. Zoti Kurti ka quajtur nomad. Nuk do të... Ishte deputet të opozitës. Këto se na kena shtëpi, na jena vendor, na nuk jena nomad, dhe nuk duhet të fyet njeri në këtë formë kur kërkon bashkëpunim. Do ta e largon kjo mundësinë e bashkëpunimit edhe me tej? Ti duhet t'ia shtrish dorën ndikujt, ta thirrësh, ta ofron, edhe ti thush, ta fysh, cila është arsye, ku ka logjik, cila është ajo logjik që ty do të afroj.